Dështon takimi me banorët në veri të Fierit i studios projektuese të ndërtimit të impjantit të përpunimit të plerave dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Mjedisit. Të irrituar banorët janë larguar nga takimi ku do prezantojë projekti landfillit, ndërsa paralajmëruan bojkot të zgjedhjeve nëse ai ndërtohet në zonën e Verrisë. Prezanton projektin në vendin ku do ndërtohet ai. Kanë vajtur skrepat, kanë vajtur mjetet. Çfarë është kjo? Kjo është hedhje hi syve. Ka fëmijë vetë këta. Udhimzet fëmija këtyre. Jeta e tyre udhimzet. Po për ne pse na shkelim në kamp? Nuk na duan. Duan ta heqin qafësh me kancerin që po na bjen. Çfarë do votojmë? Neve helmet i kemi në shtëpi. Kur del ujë që vetë lart na dali tërë tërados. Ne s'kemi kanalizime fshate, çai kërkon. Edhe nuk do e lejojmë të ndërtohet impjanti në qelerimit. Është një krim. Është një krim dhe ne nuk do e lejojmë të si banor. Do të vdesim këtu. Ekspertët thonë se qëllimi i takimit ishte vënia në dijeni e banorëve, se çfarë do ndërtohet, kushtet dhe parametrat teknik të landfillit. Zona që është përzgjedhur me disa kritere. Fshati më i afërt që është fshati Vëri është 1000 metra nga vendi ku do ndërtohet impjanti, është 1 kilometër, është një distancë e cila përkon edhe me standardet ndërkombëtare. Përpos kësaj janë bërë dhe modelimet për shkarkimet e ndotjes ajrit, të cilat është pika më sensitive dhe ku banorët kanë interes të dinë. Fshati Verri në Fier përbëhet nga afro 1500 banor, ndërkohë që nga ndërtimi i impjantit të përpunimit të mbetjeve preken fshatrat Kallmi i Madh, Kallmi i Vogël, Verri, Vajkan dhe Bubullim e Lushnjës. Më herët, landfilli u planifikua të ndërtohej në Plyg dhe Mrostar të Fierit, por pas kundërshtive të banorëve projekti u anulua.